Në zemër të Pashkës, ndërsa kisha sodit misterin e ngjalljes së Zotit, përmes këtij mesazhi më lejoni të hyj në shtëpinë tuaj për t'ju sjellë të gjithëve dhuratën që vetë Jezu i ringjallur u dha discepujve të tij. Paqja qoftë me ju. Kjo është një përshëndetje bekimi, një fjalë e thjeshtë, por e gjallë, që dëshiron të arrijë në çdo zemër dhe të bëhet prani konkrete në jetët tona. Fjalët e të ngjallurit, paqja me ju, nuk janë thjesht një urim, por janë dhurata e Pashkës në mënyrë më të plotë. Është paqja që lind nga fitoria e Krishtit mbi mëkatin dhe vdekjen. Është një paqe që asnjë fuqi njerëzore nuk mund të ndërtojë vetë, dhe që asnjë dhunë nuk do të mund ta shuaj kurrë përfundimisht. Që kjo paqe të bëhet realitet në historinë dhe jetën tonë, ajo kërkohet të pranohet, të ruhet dhe të jetohet. Jetojmë në një kohë kur bota duket gjithnjë e përqarë nga konflikte, tensione dhe dhune që rrezikojnë të na çojnë drejt një pikë pakthim. Edhe këtu, në qytetin tonë të Shkodrës, këto plaga nuk janë larg. Ato pashurohen në marrëdhëniet e përditshme, në vështirësinë ekonomike, në lodhjen e familjeve, në keqkuptimet që mund të lindë mes fëmijëve, në shqetësime e të rinjve dhe në vetminë e të moshuarve. Megjithatë, qytetin tonë mbart në vetvete një histori të pasur me fe, bashkëjetesë dhe tradita të shëndoshta, e cila nuk mund të erësohet nga këto hije. Pikrisht brenda kësaj jete konkrete, të përbërë nga drita dhe dobësi, tingëllon fuqishëm thirrjen e Pashkës. Paqja me ju. Le të bëhemi ndërtues të paqes dhe jo spektator të dorëzuar. Burra dhe gra të aftë për të ruajtur të mirën, për të rindërtuar marrëdhënie, për të mbrojtur me guxim dinjitetin e çdo personi dhe për të bërë që forca e dashurisë dhe bashkimit të mbizotëroje mbi çdo formë përçarjeje. Të jesh ndërtues së paqeje do të thotë të zgjedhësh çdo ditë të kundërshtosh gjithçka që gjeneron urrëtie, shtypje dhe padrejtësi. Paqja e Krishtit na dhuron, që Krishti na dhuron, është e thirrur të marrë formë konkrete në gjestet e thjeshta dhe të përditshme, në faljen e dhënë dhe të marrë, në zgjedhjen për të mos ju përgjigjur së keqes me të keqe, në aftësinë për të dëgjuar, për të pranuar dhe për të respektuar. Le t'i hapim me guxim dyert shpesh të mbyllura të shtëpive dhe bashkësive tona dhe ta pranojmë dhuratën e të ngjallurit. Paqja qoftë me ju. Vetëm kështu, kisha jonë dhe qyteti ynë do të mund të bëhet të shenjë gjallë shprese, vend ku logjika e paqes dhe e faljes fiton mbi logjikën e dhunës dhe ku jeta e re e të ngjallurit vazhdon të lullëzojë. Me këto ndjenja, juroj të gjithëve një Pashkë të shenjtë dhe të gëzueshme. Paqja qoftë me ju. Gëzuar Pashkët.